Një fëmijë mund kaloj në filtrat e rrjedhësisë dhe bazën kryesore merr në familje. Atëherë unë po të ndërtoj pak a shumë një skem të momentit, pra se si mund ndërtohet një traumë nga brenda familjes dhe fëmia të dalë për shembull në të jetë një produkt social nesër në një shoqëri gjerë, edhe mund të mbarti këtë lloj traume. Nëse ne kemi për shembull një traumatizim që vjen nga familja, ku ne kemi prindër të dhunshëm, prindër konfliktuos, ku prindi bullizon fëmijën e tij, pra ditë pas dite. Pra dhe normalisht indukton një lloj traume tek fëmia për shkak të një problemeve që mund të ketë brenda familje. Çfarë ndodh? Ne kemi një fëmijë i cili del nga dera e shtëpisë, del si një fëmijë e traumatizuar, dhe ndihet totalisht i pasigurt. Pra, në ambientin, sepse ai nuk merr nga dy figurat atërore që mund të jetë, po them, thelbi i mënyrës së ndërtimit të një fëmie, ku duhet të marrë bazën më të fortë, më të shëndetshme. Pra, duhet të marrë atë komplimentin e parë, duhet të marrë gjithmonë admirimin e parë, duhet të marrë atë fjalën pozitive të mëngjesit. Okej, duhet të respektohet, të vlerësohet, prindit të jenë mirënjohës për fëmijën që kanë. Po kur ai shikon që asnjë nga këto, domethënë mënyra e komunikimit nuk funksionon, pra tregon që ka një thyrje midis asaj marrëdhënies së shëndetshme që ne themi prind-fëmijë.